Përshëndetje dhe mirë se vini në transmitimin e ndeshjes së javës së 13 të kampionatit kombëtar të futbollit të femrave. Sot në Kryeqytet Partizani pret në shtëpi Egnatian. Teksa ky takim do drejtohet nga kryesorja Legegaj. Starton pra. Ne shpresojmë që skuadra jonë të bëj një paraqitje sa më dinjitoze dhe të arrijë një fitore. Andrew Mema, krosimi i radhës pjen goditja, shikojmë mundësia, nuk ka arritur dot, gjithsesi kemi në kontroll. Kadriu, Jetsi, Tetgjonaj, provon vetë, shtyn Partizani, këmbgul me çdo mënyrë për të shënuar dhe golin e avantazhit. Mema, goditja, shtylla, çfarë e majt fantastike, Marinellës. Kadriu, mirë për Memën. Për Kadriun, ndjes krosimi, preke lehtë, ky vjen goli, por nuk vlen. E vështirë për ta kuptuar në këto momente, por nuk vlen goli Ferreras, një gol mjaft i bukur me një prekje të lehtë me themër. Largon dot skuadra Ignatias, Talita me shpejt dhe goditja, topi shkon në rrjet, një gol fantastik, shënon Partizani 1-0. Shënon Victoria Talita. Tetgjonaj, një top mjaft i bukur, shikojmë Kadriu e provon të parën, nuk e shinjestron, nuk e godet siç duhet. Elma Kadriu provoi të shënojë golin e dytë. Tetgjonaj tashmë. Edhe një herë provohet një tjetër skem, lëvizje e bukur e Kadriut, Tokazi, Milena, mundësia për shënuar ndërhyj Mançellari, por fantastike skuadra kuqe. Crossimi dhe qendrës, mundësia goditja të Simonit dhe pa besueshme. Topi që kalon në ngjitur me shtyllë dhe majtë portierës Mançellari. Kadriu, Mema, mundësia për provuar, e provon në Mema topi. Çfarë trajektorie? Pa besueshme, shtangu portierin Mançellari, e cila nuk arrit dot të kuptonte trajektoren, drejtimin e atij topi. Gjithmonë Tetgjonaj. Talita e godet në të parën, duke i se ku përshkon e drejt trekëndshi, por mundësia për të provuar sërish ndërhyj Mançellari, më pas largon Zogu. Vjen goli i dytë. Shënon sërish Talita 2-0, teksa jemi në minutën 39. Partizani gjen golin në këtë mënyrë, një gol fantastik. Gjithmonë Ferreira në të majtë pret Jetsin, Ferreira është shpejt, të shtyn drejt zonës së rreptësisë, gjithmonë Ferreira dhe goditja topi e pa besueshme, bën më të vështirë në këto momente. Victoria Talita, e cila nuk arrit dot ta shtyjë në rrjet, por e dërgon jashtë vijës fundore. Skuadër re, Ignatia e formuar. Por shikoni çfarë mundësie, Talita shumë e shpejt i drejtohet zonës së Mançellarit, Tokazi, por ndërhyn saktë portierja. Micheli. Gjithmonë Ferreira, lëvizje e bukur. Por heziton të krosoj. Ka hapësira. E bllokon në për momente, mundësia Kadriu godet dhe topi shkon në rrjet. 3-0. E kërkonte Elma golin prej disa minutash. Gjen në këtë mënyrë një aksion mjaft i bukur, i nisur nga këmbët e Ferreiras, më pas kjo goditje që ka shtangur portierën Mançellari për herë të tretë. Partizani. Goditja, topi shkon në tranvers. Çfarë goditje fantastike. Do të jetë një krosim drejt zonës apo një tentativë drejt portës, le të shikojmë çfarë do sjellë kjo mundësi. Mema është në shtyllën e parë, shkoni topi. Grushtohet nga Mançellari. Shkon në goditje këndi. E tashmë Spaho e pret në këtë mënyrë dhe mbyll këtu takimi i javës 14 me fitoren e skuadrës Partizanit me rezultatin 3-0, 2 gola në pjesën e parë shënuar nga Talita në minutën 16:40 dhe Kadriu në pjesën e dytë në minutën 57.